Postimi i Florian Agalliut ngre dyshime, i ka dhënë fund martesës. Aktori dhe moderatori Florian Agalliu ka tërhequr mendjen e ndjekësve në një postim të fundit në rrjetet sociale, i cili po interpretohet si një sinjal për një ndarje nga bashkëshortja e tij. Në një foto të publikuar në Instastory, Agalliu shfaqet i vetëm, i veshur me një xhaketë me kapushë dhe syze dielli, teksa qëndron në një ambient i jashtëm në një balkon me pamje nga një kompleks banimi. Në krah mban një çantë shpine, ndërsa pranë tij duket edhe një çadër, duke krijuar një atmosferë paksa të ftohtë dhe reflektuese. Por ajo që ka marrë më shumë mendje është mbishkrimi që ai ka vendosur mbi foto. Filloi faza e shtëpisë më vete, një fazë që për shumë ndjekës le të kuptohet se moderatori mund të ketë nisur një kapitull të ri në jetën e tij, larg jetës familjare që kishte ndërtuar ndër vite. Agalliu është babai një vajze tashmë në moshë adoleshente, pikërisht për këtë arsye ky postim ka ngritur dyshime për një ndarje. Deri më tani vetë Agalliu nuk ka bërë asnjë reagim zyrtar apo sqarim lidhur me situatën, duke lënë gjithçka në kuadër të interpretimit. Megjithatë, duke hedhur një vështrim në rrjetin social të tij, vërehet se ai ndan vetëm foto me vajzën dhe jo më me partneren, çka shton dyshimet se ata i kanë në fund martesës së tyre.